Për çështjen e presidentit su morën vesh, por pas 4 takimesh për një gjë ranë dakord. Takimi i së martës mes liderit të vetëvendosjes Albin Kurtit dhe atij të LDK-s Lumir Abdigjikut përfundoi me një zotim të përbashkët. Liderët do t'u ktheheshin strukturave të partisë me qëllim konsultimin për emra konkret për presidentin. Një ditë pas, duket se bisedimet me antar nuk kanë nisur ende. Të paktën jo në lidhjen demokratike të Kosovës, sipas deputetit të këtij subjekti politik, Anton Çuni. Jo, ne kam dalë për do çështje tjera, ende nuk kemi ftesë për ndonjë takim. Po, besoj që kryetari e ka në konsideratë dhe besoj që shumë shpejt do i diskutojmë këtë temë. Deputeti i LDK-s thotë se për emra të përveçëm nuk kanë diskutuar as në mbledhjet e kaluara. Jo, për emra konkret nuk kemi folë për procedura e tjera. Televizioni Dukagjini kërkoi të di edhe nga lëvizja vetëvendosje nëse ka nisur konsultimet e brendshme, për çka nuk pati përgjigje zyrtare. Tekselia e partisë gjatë ditës nuk u pan as deputet të kësaj partije e të paqasshëm përmes telefonit ishin edhe disa prej tyre. Ndërkohë drisa liderët po kërkojnë formulën e përbashkët, analistët politik thonë se zgjidhja është shumë e thjeshtë. Sipas Fitim Ulollit, problemi kryesor është gatishmëria e kryeministrit në detyrë për të bërë kompromis. Ku një ditë kemi deklaratë pozitive shpresënëse dhe të nesërmen kemi një deklaratë të ashpër ku sulmohet opozita si jo kooperative, ku përmendën përqindje të kështu me radhë, që do të tregon se zoti Kurti nuk është i gatshëm të bëj asnjë milimetër kompromis me opozitën për shupes, siç ka qenë rasti për shembull në të kaluarën që kemi pasur raste shumë baja me LDK-n, PDK-n, ku i kanë lëshuar edhe kryeministrin në partisë së dytë, partisë së tretë. Të dy liderët në takimin e djeshëm thanë se kanë diskutuar për profilin dhe kriteret që duhet i përmbush një kandidat i propozuar për president. Deri në mesditën e së mërkurës nuk është bërë publik as data e takimit të 5 me radhë të dyshes, të cilat po zhvillohen me qëllim të zgjidhjes së ngërçit politik.